Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës e ka përkujtuar ditën botërore të ujit, e cila është vendosur të festohet çdo 22 mars nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që nga viti 1993. Për këtë arsye, Shoqëria Rajonale e Ujësjellës Kanalizime Durrës në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, ka ngritur 6 pika informuese për qytetarët, duke shpërndarë fletparosje dhe broshura rreth aktivitetit të shoqërisë dhe rëndësisë që ka kjo ditë. Rozarta Pura, shefe e kabinetit pranë Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, u shpreh më shumë rreth kësaj nisme. Sot është dita botërore e ujit, e cila është një nga eventet më të rëndësishme për ujësjellësat anë mban botës. Përkujtohet nga e gjithë bota që nga viti 93 Kombet e Bashkuara e kanë sankcionuar ditën botërore datën 22 mars dhe ne si Ujësjellës Rajonale i Durrësit, duke qenë se ky është viti i tretë që funksionojmë si shoqëri rajonale, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve bashkë me Agjencinë Franceze për Zhvillim, kemi marrë këtë nismë në të 6 pikat ku ne kemi aktivitet tregtar, të informojmë qytetarët mbi rëndësinë që ka pagesa e ujit. Po ashtu të informojmë mbi punën që kemi bërë ne si shoqëri rajonale për mirëqenien e të gjithë ujësjellësave që kemi marrë tashmë njësi rajonale të ujësjellësit Durrësit. Ne duam t'i falenderojmë gjithë qytetarët që janë korrekt, duan të informohen, janë prezent dhe ne do mundohemi të bëjmë maksimumin për të qenë edhe ne brenda pritshmërive të tyre. Prej vite, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës ka në menaxhim dhe ujësjellësat e Rogozhinës, Kavajës dhe Krujës. Prej një viti, shoqëria ka arritur të likuidojë detyrimet e këtyre ujësjellësave, ndërkohë që prej viti 2024 e gjithë shoqëria ka arritur arkëtime me afro 5 miliard lekë më shumë se viti 2023. Gjithashtu janë hapur 8108 kontrata të reja, ndërsa ka likuiduar me 63% detyrimet e mbartura ndër vite, me synimin që brenda vitit 2025 detyrimet e mbartura të likuidohen në masën 80%. Në sajt të financimit të Agjencisë Franceze për Zhvillim, qyteti i Durrësit pritet të përfundojë një projekt mjaft të rëndësishëm për rindërtimin e rrjetit të brendshëm të ujit, duke bërë që pas zbatimit të këtij projekti të përfitojnë afërsisht 578.000 banorët e Durrësit furnizim pa ndërprerje me ujë të pishëm.